Mos të kisha pas për shembull nanën në shtëpi, kish pas shumë problem. Nanës preferosh vjerrës? Vjerra, po. Mos të shkon nana në shtëpi, sigurisht që kisha pas shumë zor. Edhe unë thashun, kur e marr vajzën me veti dhe thom, hajtë se i kry një punë, nuk kam taki me palë, po i kry një punë, sigurisht që unë e mendoj që për një me kam i kry një punë. Po problemi kryesor është që unë përfundoj në kafe me qikën, se nuk muna me kry asë një punë. Shkoj në zyra, ajo ose fillon me qajt, ose e lypat vëmendje. E lypra atin e vetë? Unë shumë i kom dojnë vëmendje, edhe javë vëmendje hala. Shpesh bile më thojnë edhe tjetë, mos i kushtot që ka shumë rëndësi, se nuk është dëbëre që shto se shumë kesh kime mësu, po unë jo, unë e kom vendosë. Edhe është sani maj mirë që ke vendosë, sepse fëmijë të rritë njëherë nuk i ndodh ati. E di që që të ditë nuk mona me i këty, edhe ka plët njerëz edhe që më thojnë mas nej që jo, që të ditë nuk më në shmizon shumë mirë të jabo. Po shumë mirë. Po të njëjtën kohë nuk jë mësu me pa vetën që shto... E shpërndane. Pe kom shumë zarë, se kom qenë shumë aktive. Do me thonë, deri sa ditën kur kom pas me shku me lindun, kom qenë shumë aktive. Kom dalë në zyre deri që atëherë. Në ora 5, do me thonë, kom pas kontrolën të mjeku, edhe unë deri në ora 4 kom në zyre. Kom qenë shumë aktive, dhe do me thonë, tash nuk po muna me e pa vetën kështu. Ma shumë po mdo këtë po më kryam presion edhe problem që kjo, që nuk jë mësu me e pa vetën që shto, se sa që... Jo, është faza se ti the që i ki dikon 4 muj, ose vajza e ka 4 muj. 4 muj i bënë tash në maj. Edhe është kjo faza që jo kretë njerëzit e pranojnë, po profesionistët e fushës e thojnë që nana dikon deri në 7-8 muj e kanë ndjesin e fajt. Jo për shkak që nuk din, po për shkak të empatis dhe ati presionit që e përjetojnë në gjatë këtë procesit sa e kanë beber brenda vetës. Do na me të ndërhy, atë tash parzit që kur gjithë është më shku mirë, do me thonë edhe që është në gjitë. Unë gjithë, s'ka lidhje, pak o kanë gjitë. A di që ka në tha që jo martu, do me thonë, edhe kjo faza shtatzanis nuk e di, kom bo, do me thonë, edhe gjatë shtatzanis, ka me bo, asë një nuk më ka ndojnë mirë, dheri sa vjera më ka bolli më zbënë. Jo, këti pak si me plan, se me që ki vjerën, letë e ki me thonë, s'po më shkojnë mirë. Që se tash po mbjen, për një me gjithë i kom përkesh, ata persona që kanë dalje, kanë lavdu vjerën, burin, fmin, ato, këto, po duhet mu lavdu. Prej fillimit të në kur jam... A po duhet a o qashtu? Po duhet, se është qashtu. është qashtu. Normal. Edhe, do me thonë në fillim, une, kur kam shku, vjerën ka thonë prej fillimit. Për me gatu bukën, krejtune. Sa t'jam une këto, sa t'jam shnash mirë, une kam i kry. Edhe ka qenë shumë gjëtësim për mu. Unë mirë, temperaturë më një që mos në... 4 e kom lëmë, po është që... Mirë është, edhe në nxehtësin e vetë, okej. se si profesioniste që ja, në nxehtësin e tiganit që ka, kjo trashët mjaftushën, që që mundesh me largu, liresht, edhe unë po të ndimoj me imbush. Kime imbush, gotat me... Mas pari me keks. A dorë me të ndimu, apo po do me vazhduhet? Për mu së është problem, heq. Që është dush, ndash ja bojmë bashk. Po unë e thash që kjo po m'vjen mas shumë të i nati, ta tregova me herët një torte që e kom bërë shumë shpesh të nana, edhe këto kur deshta me e bërë, shumë kja problem. Nuk e di pse, nuk po bëhet. Shumë herë kom bërë të nana, nuk po bëhet. Shumë problem që edhe puding, do me thonë shumë shpesh kom zi edhe të nana, nuk e di që ato ndodh. Nuk jem të e bu me qëllim. Marok jam është me hinë kuzhinë, si do mos për ëmbëlsira gjithë kom pas dëshirë. Po, se di pse po ndodhë që shtonë nuk është fa jam.